Shikojni Vlorën djema, shikojni. Ja dhe qupa jon. Mos kërkoni ndryshime, hënë nuk e osjellim dot. Ashtu dhe. Si që shikoni, ambienti është katastrofik, do thosha ku fëmijë, lopë, dele, kafshë, njerëz bashkëtojnë së bashku në këtë tymra të cilat janë të rrezikshëm për shëndetin e tyre. Pse jo vetëm edhe për qytetin e Vlorës, i cili në këtë sezon të muajit gusht gëlon nga turistët të cilët kanë ardhur nga mbar bota, por si një vello nuse do ta thoshin në thonjza qëndron tymi i plerave i cili shkakton jo vetëm një imazh negativ për qytetin e Vlorës, por për gjithë qytetarët. Të dashur miq, 13 vjet më parë kam qenë për pushime tek Hotel Nimfa në Vlorë tek Azemi i famshëm dhe shikoj tymin me Zule Meria. Mora kamerën, çfarë kam regjistruar do t'ja u botoj përsëri se është në YouTube, e ka botuar emisioni Alarm, Armin Shkurti, shoku im i fëmijërisë. Dhe asgjë nuk ka ndryshuar në Vlorë dhe në mentalitetin ku fiton Partia Socialiste. Investojnë miliarda, hotele, rezorte, po qelben me tym kancerogjen. O popull, opiumin komunist, opiumin e Ashash Bjellaj Rama, opiumin e tymin kancerogjen dhe të gjitha i pini dhe thoni roft Partia Komuniste. Roftë Enver Hoxha, roftë Edi Rama, në tartë tup që je shqiptar.